Gjatë vitit 2024, shqiptarët kanë konsumuar më shumë internet, por më pak minuta dhe mesazhe SMS. Interneti po përdor gjithnjë më tepër për të komunikuar, por edhe për edukim, argëtim apo biznes. Të dhënat e sapo publikuara nga Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare tregojnë se në Shqipëri qarkullonin rreth 3.3 milion karta aktive SIM në fund të 2024-s, rreth 1.4 karta SIM për banor, shifër kjo më e lartë se mesatarja e Evropës dhe ajo botërore. Megjithatë, numri i kartave SIM rezulton të jetë rënë me 12% në krahasim me 2023-shin. Ndërkohë, duket se përdorimi më i madh i internetit për dërgimin e mesazheve përmes aplikacioneve si WhatsApp, po zëvendëson formën tradicionale të dërgimit të mesazheve SMS. Numri i SMS-ve të dërguara gjatë vitit 2023 ishte rreth 384 milion, një rënje me gati 6.8% në krahasim me vitin 2023. Numri i SMS-ve të dërguara gjatë vitit 2024 ishte rreth 384 milion, një rënje me gati 6.8% në krahasim me vitin 2023. Nga ana tjetër, edhe numri total i përdoruesve aktiv të telefonisë celulare arriti në 2.5 milion në 2024, nga 2.6 milion që ishin në 2023-shin. Përsa i përket totalit të thirrjeve dalëse të gjeneruara nga pajtimtarët celular në Shqipëri, në 2024 ishin rreth 3 miliardë 970 milion minuta, rreth 7.6% më pak se në 2024, ku totali i thirrjeve ishte 4.3 miliardë minuta. Volumi të dhënave të transmetuara nëpërmjet internetit në rrjetet mobile arriti në rreth 223 milion gigabajt në vitin që lan pas. Statistikat zyrtare tregojnë se konsumi mesatar mujor për përdorues aktiv i shërbimeve celulare gjatë periudhës tetor-dhjetor ishte 145 minuta dalëse, 13 SMS dhe 8.94 gigabajt internet. Duke filluar nga janari 2023-shit, në treg janë vetëm 2 operatorë celular. Në muajin shkurt të këtij viti, Autoriteti i Konkurrencës hapi edhe një hetim paraprak ndaj Vodafone dhe One Albania, pas ankesave të paraqitura mbi rritjen e çmimit të paketave me pagesë. Ky hetim ka nisur me argumentin se sjellja e ndërmarrjeve mund të përbëjë kufizim të konkurrencës, pra ekziston mundësia që 2 kompani të kenë lidhur një marrëveshje për fiksimin e çmimit, kufizimin e prodhimit apo ndarjen e tregjeve dhe klientëve. Në varësi të rezultatit të hetimeve, Autoriteti i Konkurrencës do të vendosë mbi sanksionimin me gjob apo jo të këtyre 2 kompanive.